Se pasuritë e mëga dhe hiri është më i pëlqeshëm se argjendi dhe ani. I pasuri dhe i varfëri kanë këtë të përbashkët, të dy i ka bërë Zoti. Njeriu i matur e shikon të keqen dhe fshihet, por njerëzit naiv shkojnë në tutje dhe dënohen. Shpërblimi i përulësisë dhe i frikës nga Zoti është pasuria, lavdia dhe jeta. Fera dhe leqe gjenden në udhën e të qoroditurit, kush kujdeset për jetën e vetrilar këtyre. Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj, edhe kur të platet. I pasuri sundon mbi të varfërit, dhe huamarrësi është sklav i huadhënësit. Kush mbjell pa drejtësi ka për të korrur të lashe, dhe shufra e zemërimit të ti do të asjesohet. Njeriu me sy dashamirës do të bekohet, sepse i jep të varfërit. Për zëretallësin dhe bashk me të do të ik edhe grindja, po grindjet dhe thjerjet do të pushojnë. Kush e do pastërtinë e zemrës dhe ka hir mbi buzët, do ta ketë mik mbretin. Si te Zoti të ruajnë diturin, por ai përmbis çështjet e të pabesit. Për ta që thot, jashtë ka një luan, do të vritëm rrugës. Goja e gruas së huaj është një grop e thotë,
ai që është i urryer nga Zoti, do të bjerë në të. Budallalku është i lidhur me zemrën e fëmijës, por shufra e rregullit do ta largojë atë prej ty. Ku shtyp të varfrin për të shtuar pasurinë e vet, dhe kush i jep të pasurit, sigurisht do të përfundoj në varfëri. Vëru veshin dhe dëgjo fjalët e të urtëve, dhe jepja zemrën dijesime, sepse për ty do të jetë e këndshme. Ti ruash në intimitetin tënd, dhe ti kesh të gjitha gati mbi buzët e tua, që besimi yt të jetë e Zoti. Sot ti kam mësuar këto gjëra ty, po pikërisht ty. A nuk të kam shkruar që më parë këshilla dhe njohuri, që të bëj të njohësh sigurin e fjalëve të së vërtetës, me qëllim që t'u kthesh përgjigje të vërtet atyre që të dërgojnë. Mos e vidh të varfërin, sepse është i varfër, dhe mos e shtyp të mjerin të porta. Sepse Zoti do të mbroj çështjen e tyre, dhe do t'u heq jetën atyre që i kanë zhveshur. Mos zëmiqësi me një njeri zemërak, dhe mos shoqërohu me një njeri gjangëzet, që të mos mësosh rrugë e ti, dhe të mos jesh një kurt për shpirtin tënd. Mos u bëj si ata që japin dorën si garanci, që bëhen garant për burgset e të tjerëve. Nëse nuk ke me çfarë të paguash, pse duhet të ta marrin shtratin nga poshtë vetes? Mos e luaj kufirin e vjetër, të vendosur nga etërit e tu. A ke par një njeri të Zot në punën e ti, a i do të dal për para mbretërve, dhe nuk do të shërbej për para njerëzve të thjeshtë të panjohur.